shtuar dosja kryesore pra është dosja e korrupsionit për $230,000 ai dhe gruaja e tij kanë marrë në dosje gjën kanë marrë cigare, puro, kanë marrë konjak, kanë marrë dhe shtuar një dosje e fundit fare. Po. Që është dosja quhet Qatargate. Po. A di shqiptarët për çfarë bëhet fjala, sepse lidhet kjo mbase me Shqipërinë me rajonin. Në Netanyahu në 2 fushatat e fundit që ka bërë elektorale të Likudit, partisë tij, i detonte një djalë i ri që quhet Israel Einhorn. Djalë që ishte DJ, krye një shoqëri festash, eventesh, edhe ky me këtë shoqëri eventesh i bëri fushatën Netanyahut, fitoi Netanyahu. Po. Dhe ky më pas u riciklua tek Vučić në Serbi. Me qëllim që t'i përmirësonte imazhin Vučićit tek administrata Biden dhe i bëri gjithë fushatën e Vučićit. Është një serb, është një izraelit, pra ish bashkëpunëtori i Netanyahut, është sot në Serbi. Dhe kur doli afera Qatargate, çështja Qatargate, ishte që Katari kishte bler këtë personazh të Einhorn, si dhe ish zëvendësin e Netanyahut, i kishte Katari që t'i përmirësonin imazhin e Katarit në Izrael pas 7 tetorit. Dhe lëshon një mandat arresti drejtësia e Izraelit në këtë moment që flasim, Po. për të arrestuar Einhornin që strehohet në Serbi dhe Serbia nuk e lëshon. Dhe mësojmë që ky Einhorn ka shkuar biles ka bërë lidhje midis Serbisë dhe Malizzi, që armë, municione janë $45 milion municione serbe që kanë shkuar në përmi Malizzi në Izrael. Janë gjithë gjëra kaq të kokavitura, kaq të rrethura, por drejtësia nuk të fal. To që themi në internet. Futuni këtë emër në internet. Izrael. Janë të aksesueshëm, patjetër. Einhorn. Patjetër. Dhe pastaj gjithë gjetin brapa, gjen do dikun që shkon në Serbi, në Izrael. Në një moment me Ramën. Edhe një herë, unë dua të thoja që kujdesni se amerikanët kanë interesat e tyre, Izraeli ka interesat e tija. Që nuk janë domosdoshmërisht tona, thua. Okej. Edhe prandaj duhet presion tek ndërkombëtarët europian kur do veproj Juspak. Ka dhe një përputhje narrative se Genci ndoshta nuk është një detaj që më bë Genci në analizë. Genci. Më ngjason ta mbaroj këtu, më ngjason kjo e sotmja e Spakut, eksakt si me Erion Velien dhe të shoqen, që shkonin përdorin vilat, atë nuk është vila ime, kujtohet? Po. Po janë mbledhur kaq shumë të dhëna kur këto dosje do kalojnë si në Izrael pas hetimit dhe kalojnë në gjykim. Çfarë presim? Genci, ka diçka që të mungon në analizë në raport me deklaratën amerikanëve. Para janë 3 prioritete që janë në atë mesazh dhe i pari lidhet me kartelet pra. Kemi një term kartele dhe nuk po përdor më termin grupet strukturuar kriminale transnacionale, pra ka kaluar një term tjetër. Pastaj porosia dytë lidhet me financimet e NATO-s që Shqipëria duhet bind partnerët me ato kapacitete që ka Shqipëria dhe e treta është me bizneset amerikane në Shqipëri, por kjo deklarat ka dalë në një ditë kur lideri i opozitës në një konferencë për shtyp njoftoi që protesta e 17 prillit do ketë në fokus 2 gjëra, një korrupsion e Belinda Balluku dhe do ketë kartelet, që është për herë të parë mos gaboj që zoti Berisha artikulon që edhe protesta do lidhet me këtë. Pra takimet e ambasadës janë bërë gjatë javës, nuk janë takime që janë bërë atë ditë dhe e kishte me emergjencë postimin e atij statusi. Pra duket sikur ka të paktën një linjë narrative që është e njëjtë, po çfarë ndodh? Kur flasim për një protestë që zhvillohet kundër karteleve, do të kemi parasysh që është një protestë që mund të kthehet në magnet për mediat e huaja, se në Shqipëri me përjashtim syri televizion të 2-3 portaleve opozitare, mediat është një temë që nuk e prekin mediat shqiptare, po mediat e huaja duke nisur nga ato franceze që ti ndjek edhe i raporton në syri televizion, ato angleze, gjermanet me bildin, austriaket e gjitha, ka të paktën 2 vite që kartelet e drogës i kanë kryefjalë kur flasim për Shqipërinë dhe po flasim për media të rëndësishme, për media që bëjnë artikuj nga Amerika Latine në vendet e Bashkimit Evropian, mediat më të rëndësishme në tregun evropian. Edhe një ditë më parë ka qenë një tjetër po, një media italiane, është një media italiane Rai 3 që ka bërë një investigim. Që ishim live me një mik me një media zvicerane,